Ka një mikrofon, po. Ta se edhe Kristinës. Jo, ullu, se më regu. Faleminderit për ftesën. Unë jam Plum Kokua, vi nga rrethi Gjirokastrës. Kam 1200 dele, stanin e kemi të trashëguar nga gjyshi, babaj dhe unë, dhe djali si ta ke dëshirën e vetë. Stanin e kam kthyer në një atrakcion turistik. Stani është në fushën e Çajupit. Më vjen mirë sepse jemi takuar dhe para 2 vitesh në Vanistër, dhe kjo ishte një nga gjërat kryesore që mora pjesë në takim, plus dhe ftesës. Tani, Stani ka shumë nevojë për mbështetje nga qeveria, flas dhe në emrin e blegtorëve që është një pjesë që ka të bëjë me shtyllën kryesore të turizmit. Më fani për emocionet sepse shpresoj që kam ardhur këtu dhe për t'ju ftuar personalisht, që vizitën e parë, do me thënë, të kesh gjatë ditëve në vazhdim, të kalosh një ditë në stanin tim. Dhe aty do të marrë shumë mendime dhe do kem dhe mbështetjen e shumë njerëzve të tjerë që do të shikojnë punën që po bëj unë aty. Është një punë me sakrificë, nuk është një punë e lehtë, për shkak të fuqisë punëtore, për shkak të kapaciteteve, sepse është mbi ngarkesë ajo gjë që bëj, por unë kam nisur një rrugtim që dua garancinë edhe për të nesërmen. Faleminderit. Më fani për emocionet. Por ama është mirë që ta themi dhe këtë tjetrën, që kur jemi takuar ishe në një moment vështirë, nëse unë e mbaj mend mirë. Edhe nga takimi unë interesova, kemi dhënë mbështetje, apo jo? Je pak mikrofon, jep pak mikrofon Kristina, që dëgjohet kur thot poj. Po, Se ndryshe. jam i njohës. Jo, nuk e thash për këtë. Se është detyra, po do më thënë, i kemi dhënë mbështetje Stanit, edhe unë kam parë disa kështu video që janë fantastike. Po. Edhe e bërë një punë të jashtëzakonshme dhe vërtet respekte për punën që ke bërë. Faleminderit. Edhe një punë shumë e mençur në atë aspekt që unë po thosha, që për te i prodhimit që është një pjesë e punës, ke arritur të krijosh dhe një destinacion aty, kështu që kjo është zgjuarësia në atë investim që është më shumë se sa thjesht një stand që prodhon qumësh, por ka edhe fuqinë që tërheq njerëz që vinë, edhe si thosh është edhe një vend mikpritje edhe akomodimi, kështu që respekte. Patjetër që si thonë Gjirokastritët, të Oreksi vjen duke ngrënë, se këtë nga Gjirokastra e kanë marrë të tjerët, këtë Oreksi vjen duke ngrënë. Kështu që patjetër që tani nevoja për të shtuar më shumë kapacitetet edhe për të bërë më shumë është normale, dhe sigurisht që ne do bëjmë tonën. Ty të ka ecur, më ke takuar mua, kështu që ki besim që do të eci prapë. Faleminderit. Po nuk është çështja e takimit me mua, çështja është që kjo na ndihmon, që ta dëgjojnë dhe tjerët, që dhe tjerët të dinë që ajo që thash më parë, linja e financimit që ne kemi hapur me Bankën e Shqipërisë për të mbështetur pikërisht iniciativa të tilla me kredi të buta që garantohen nga shteti, është fiks për këtë që të duhet, mendoj unë.
po duhet ta studiojmë. Dhe nga ana tjetër, kam një pyetje, sa i paguan ti çobenët? Me gjithë ushqimi u shkon 800.000 lekë. 800 euro. Do me thënë edhe pak të duhet për të arritur Greqinë. Jemi afër, por është problemi sepse asnjëri nuk e ndjen punën ku punon si të vetën. Mirë, po edhe në Greqi nuk e ndjenë si të vetën, po e bëjnë. Edhe pak të duhet, sepse gjithë sipas meje, me çfarë unë kam kuptuar dhe kam mësuar nga investimet në Shqipëri, edhe nga suksesi. Shiko, isha në një fabrik, mbas e keni parë, në një fabrik në Durrës, aty ka shumë fabrika. Po kjo fabrik ishte një fabrikë e një çifti holandez, i shoqi shqiptare, shoqja që bëni një linjë parfumerie shumë të njohur në Hollandë. Dhe e di çfarë më tha ai holandezi? Ai pyeta unë për si e ke problemin me krahun e punës, nuk deri më sot tha, unë nuk kam pasur asnjë ditë një nevojë për të pas krah pune dhe mos kisha dhe dera njerëz që duan të hynin. Dhe gjithë filozofia e tij ishte, dhe e kam parë dhe në ndërmarrje të tjera, që njerëzit i paguante atë gjën pak më shumë që bën diferencën, faktikisht. Dhe aty në atë fabrik nuk kishte rrogë, nuk kishte pak minimale në 700 euro. Pastaj sipas kategorive shkonte edhe lart fare, mirë po, në fund të ditës kursimi tek njeriu nuk funksionon më në Shqipëri. Ka qenë Shqipëria për një periudhë kohe që ka pasur avantazh konkurrues krahun e lirë të punës, kjo nuk funksionon më. Tek njeriu në Shqipëri nuk kursehet dot më. Do më thonë, do t'i japësh njeriu që ke atje, s'po të them ty, se eksaktësisht nuk e di situatën e tjere, po e them në parim. Duhet ta fillosh nga njeriu, dhe pastaj të vazhdosh me tjerat. Më mirë lë diçka tjetër pa e bërë atë periudhë, se sa t'ja heqësh, se nuk të rrinë, nuk të vinë, nuk të... Ai në atë fabrik dhe kështu kam parë edhe situata të tjera. Kështu që gjithsesi nuk është kjo tema, po ne do ta shohim edhe për një arsye tjetër. Sepse ai stani është një model që mund të na vlej shumë për ta përsëritur në vende të tjera ku ka njerëz si ti, po ku janë me të vjetrën akoma dhe qahen se nuk ju funksionon, ndërkohë që edhe ata, se stanet janë përgjithsisht në vende fantastike, edhe ata e kanë mundësinë, vendin, natyrën e tjerë, kështu që është një model që ne mund ta përsërisim. Prandaj na duhet që ti të jesh shumë i suksesshëm, edhe ne do të bëjmë të gjitha që është e nevojshme që ti të jesh shumë i suksesshëm. Faleminderit. Ju mirëpres. Edhe djali si ta ketë ti, unë fal nuk hedh, po djali do bëj një xhiron e botës, pastaj atje te ti do vi. Se ja mba mend mua se çfarë po them. Sot jemi këtu, djali merret me një grup turistash. Dakor, në rregull. Po akoma nuk është mbush mendja që të merret me delet. Do bëj xhiron e botës, po të them, dhe te ti do vi prapë atje, se do ta kuptoj që atje do ketë atë që nuk e gjen dot le t'i bjerë botës vërdall. Edhe nga pamja të ardhurave, sepse unë e them, të kesh një tokë këtu, ku do qoftë këtu, kthe kokën ja atje në majt malit, ta kesh një tokë atje. Dhe të rish në Greqi akoma është, domethënë, nuk e di. Të kesh me këto kushte që ka Shqipëria sot dhe me këto prurje turistësh që ka, se deri dje, që mund të shkojë atje do rije vetëm. Sot, me një përmet që ka 150.000 turistë që do shtohen, me gjithë të aktivitete anësore, që të kesh një shtëpi atje në majt malit, të kesh një tokë atje, tokë, dhe mos i marrësh kursimet
aq sa ke. Të marrësh dhe një kredi të butë këtu, nga ato që thash, të ndërtosh një shtëpi dhe të ndezësh Xhakun e gjyshit atje, e në vend të bësh këtë, të rish në Greqi akoma, është, nuk e di domun, është të humbasësh vite, se aty do kthehen, aty do vinë. Po sa më parë, kush ka ardhur më shpejt, i del më mirë, mendoj unë. Dhe gjithë çfarë bën ja, urdhë jepja Kristinës fjalën. Në fillim Kristinën e merrin për të çmendur dhe Kristina nuk është komplet normal që të jemi shumë të qartë, domethënë. Apo jo, e pranon. Po pra, se të hypi atje në majt malit, po unë dhe ti jemi të ngjashëm Kristina, domethënë. Jemi çyryk, po jemi në sensin tjetër, nuk jemi jemi çyryk që shohim nga ardhmja. Ne ishim brëm nga Pëllumbi në fakt në stan, se jemi në një ekspedit që po dalim në Vjos me 14 kuaj, edhe e kaluam natën nga Çajupi në stan. Është vendi më i bukur për të parë yjet. Në fakt edhe njerëzit janë magnitur, por është një vend, është njëri nga stacionet që ne kalojmë, por është një vend ku ne po inkurajojmë eksperienca të tilla, për shembull të zhvillimit të aftësive të mbijetesës në natyrë. Ka njerëz të çmendur të tjerë që duan të mësojnë si ndizet zjarri, si hapet shtegu, si bëhet shkopi, si etj etj. Dhe ka qenë fantastike, jo vetëm ky stacion, po janë gati 15-20 stacione të ngjashme të tilla që janë të çmendur në kuptimin e asaj që shikoni, duhet të jesh shumë idealist që të punosh atje lart. Edhe këta njerëz e duan këtë vend, edhe ka kaq shumë njerëz që e kanë bërë atë me punën e tyre. Ne nuk jemi këtu praktikisht për të duartrokitur qeverinë, në asnjë rast nuk do ta bënim. Ne jemi këtu për të thënë që shikoni njerëzit që po punojnë shumë fort në fakt. Realisht është një punë e jashtëzakonshme po ta shikoni. Shumë mirë nëse qeveria po e mbështet, shumë mirë nëse bashkitë po e mbështesin. Rjeti i bujtinave, i shërbimeve që lidh një territor me tjetrin është zgjeruar shumë. Unë e them me shumë kënaqësi që në këtë vit jemi të rezervuar gati 90%, edhe arrim ta përfaqësojmë Shqipërinë denjësisht në panajire ndërkombëtare dhe të radhitemi mes aventurave më të mira në Europë, po pa njerëzit nuk do ta kishim bërë të mundur këtë, dhe ka shumë pasion te njerëzit. Për shembull, kemi shijimin e djathit, kemi klasat e gatimit, kemi bërjen e tapeteve, kemi... Dëgjoj se po flet shumë për veten tash. U bëre si unë. Dëgjoj. Kur do ta mbyllësh atë projektin? Se unë po pres të mbyllësh projektin, se kam parë që atë projekti den, po akoma s'ke bërë projektin. Kur do ta bësh atë projekt? Safërmi kur? Deri në 2030. Brenda këtij viti do ta kemi finalizuar. Deri në 2030 do ta kemi. Presim që ta mbyllim. Bëhet pra të projektin, bëhet shkretën. Jepja pak dikujt nga ata që janë më mbrava se. Nga pra eksakt, jepja pak këtyre nga përmeti këte, se ngjerën